friends, welcome back and happy Sunday. Today is second day of Alvan and today it's my 18. Ja ku jemi këtu dhe të fillojmë edhe sot një video tjetër maraton që nga i 15. Që që pa humbur kohë, po vazhdo. Ue, më në fund dielli na ka dalë dhe ka arritur këtu, shiko po ma ngro edhe këtë lulën time këtu, ndoshta edhe pak skfilët edhe kam pru përsëri këtë bagerin këtu dhe e kam vendosur, kështu që dielli ka ra kësaj pjesës këtu bukur mirë shumë edhe po përgatitem me dalë në te liqeni me shku dhe do t'ju tregoj edhe atje, kështu që ja ku jemi. Okej, ja ku jemi këtu dhe ja ku një ditë tjetër sot pas Alvon Day, është second Alvon Day me 18, kështu që edhe mbrëm ishte Eurovisioni, Austria, yes, ka fitu, ai djali i ri dhe të shohim tani si do t'ja bëjmë, kështu që ne jemi duke dalë, po përgatitem edhe po shkojmë. Ja, ku jemi këtu. Shiko qëto lule që janë qëto të kuqa. Shumë të bukura. Jemi të lumi këtu. Dhe shiko qielli sot është i gjithë i kaltërt me disa re pak ma të vogla, por që qielli është shumë mirë dhe koha është shumë e mirë. Po ecim dhe po shkojmë drejt te liqeni atje. Ja ku jemi dhe ja ku po ecim. Këto pranë lumit, në disa lule të bukura pisho, të bardha dhe të kuqe, të verdha dhe kështu të me radhë. Ne shohim se si të t'ja bëjmë. Edhe sot dita e dytë e Alvonit, maybe edhe tomorrow kemi video e mas ne të shohim se një pauzë. Okej. Jena duke shëtit edhe po shëtitim. Okej. Pak këndej se është koha mirë, është me i lumi, janë qëta lule të bardha, po du një të regu që i shoh që ta shi të regu. Qëto lullet e bardha, po du një të regu se janë shumë interesant, white, apshe? Se sa të bukra janë. Janë se më konë të kuqe janë të bardha. Apshe? Sa të mira. Okej. Ikim, që dhe këtu? Ku janë? Shko, uje. Po frinë edhe era. Që dhe është era përsëri. Bukur. Të inqizoj me pak mangat ujën si bënë. Ja, ku e kemi. Njëra nga këtu i varet. Ashtë si bënë shurën. Ma. E ja ku është kështu që pjesa tjetër. Dhe kja ku është kjo pjesa këtu. Tani më qitë. Dhe ura. Ura e dytë. Shko. Po jeni ra shumë e kjeqja. Shko se qatë gjelbirimi e këndi. Po ka kanë largu fare. Këtu. Dhe makinat shotat. Shiko shotat. Qeri këtu manolja të cilët. Nda kemi edhe një sorë atë. Kemi qëtë një kastël. Shka se sa e bukur është kastël. Sa e mirë është. A bërë një foto.
Kastër. Sa e mirë është. Shko shota atë, e cila përna për cilë. Dhe shiko një pjesë të ku përin shotat. Shika, nuk është një lumi ma. E kemi edhe një tash të ura. Dhe të shkojmë. Oj, qëri këto Manolja, New Manolja, apshe? Sa interesant. Do të kanë hapë. Jo, kemi urën. Dhe ja, ku kemi këtu. E dyta. Shiko se çfarë koshim për turinave. Si shishe. Dhe ja këtu. Pranë lumit. Shkojmë për çdo restorana qëtë. Okej, ja ku jemi tani këtu në shtëpi, ku kemi ardhur pas shëtitjes tek liçeni, atje kemi ngrënë edhe mëngjes, akullore e gjitha kështu. Ta jemi kthy pak po pushoj këtu edhe pastaj të shohim se qa kemi, përsëri e kemi këtu altarin e Alvën de Andes. Today is second day of Alvën day. Edhe kështu që edhe maybe tomorrow e kemi edhe një video për mbyllja e Alvonit, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë edhe këtë video. Koha gjithmonë e mirë. Shiko, lulet prapë kanë hapur dhe ka hapur një e re këtu dhe jam shumë i gëzuar. Shiko, është një këtu e re që do të hap edhe këndi është një këtu e re që janë hap ko me qelen dhe fantastike. Dhe të thë që këtyne ju ka pëlqy këtu dhe po vendosin tjera lule për me qelen kështu. Ja ku e vendosa këto pjati këtu për shkak se këtu po më thehen dhe shiko, kjo është afer për me qel, po që nuk po hapët, nuk e di pse nga kjo sarita po më thehen. Shiko, kjo portokallta është shumë mirë, ka qelën shumë, të gjitha janë duke qelur edhe të shohim a do të qel edhe të reja pastaj. Vetëm shumë bukur po duken qysh për qyshtet, shumë fantastike, shumë të mira. Ma, lulet e mia. Shikoni këto tjera tu, shikoni se sa e madhe është bërë kjo, edhe kjo vogla, edhe kjo. Shiko, 1, 2, 3, baby, 4, 5, 6, ma, shumë mirë është bërë, shumë fantastike, ma, që kjo është e hapën, edhe 6, 7, way, 7 new flower këtë të cilat i kanë qitë. Shiko bagjeri se si artu është hapur. Shpresojmë që mos të gryen këto për të na bërë një apartament tjetër edhe pak. Ja ku e kemi përsëri altarin e Alvënit këtu dhe nuk e kemi largu asgjë, kemi dhezë edhe qiriun, edhe kështu që edhe dita e dytë sot, edhe tomorrow do ta mbajmë, edhe pastaj kadal do t'i bëjmë change, do t'i hekim, do të bëjmë ndoshta edhe për summer, por të shohim edhe pak për me qëndru disa gjana. Këto, wow, që është edhe lulja ime këtu, e cila e kam lënë këtu për shkak se kemi pastruar dhomën dhe të lo qëtu qështu. Edhe ja ku është edhe një herë altari.
Ja, ku e kom dhese dhe së qiriun këtu për ndër të Alvonit ditës së dytë. Dhe më thonë të Alvonit edhe ky qiriu vetëm është shkuar mjaft poshtë dhe edhe pse po jetë shumë nga këtu vendet këtu, por kur po rregullohet, po nxehet, po shkrihet i tëri, po largohet të shohim për ta shkrirë edhe pak ndej, ndoshta shkrihet edhe bëhet kështut. Shiko, ma bukur, ma mirë, edhe largohet i tëri. Shumë interesant. Kështu që po e largojmë nga këtu. Ups. U dal. Ja qita për mi, ujin. Kështu që ja ku kom edhe filmat po i këqyri edhe po riktu. Tash pak për desert, s'po di cilën pjesë me hongër që kjo ka qenë. Të gjitha kanë qenë ditëlindjes, por s'po di cilat mi kërku. Për një që kjo. Që kjo s'po di qëfare është. Që kjo pedi. Po edhe qëta e kom kërku dje. Ma qëta pe ha. Që nga shumë e mirë. Të shohem. Në sinat. Ja ku jam. U lova. Edhe po du me rregullu dhomën time për para se me flajt. Po du mi rregullu të gjitha. Shkak se është natë e vonë edhe po thuaj sekret. Këtu është kjo edhe kështut. Isha në qytet, ishte basketi, por nuk fituam akoma titullin, kështu që e kemi edhe një këtu dhe nuk e di të mërkurën i sati po i bjen, tomorrow i bjen i 19, 20 me 21, ndoshta e kemi edhe me një video nëse bëhemi kampion për t'ju treguar. Kështu që kjo pra është edhe tëra sa i përket edhe kësaj video. Gjithë ju që i pëlqeni video mia, bëni like edhe bëni subscribe për pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you maybe tomorrow, për shkak se është dita e fundit e festës së Alvonit, kështu që pastaj vazhdojmë me Alvonato edhe deri 50 ditë. Kështu që të shohim se si bjame.